Nga korrupsioni tek keqpërdorimi i pushtetit, shumë zyrtarë të lartë në Maqedoninë e Veriut kanë arritur të shmangin drejtësinë duke u aratisur nga vendi. Nikola Gruevski, ish kryeministri i Maqedonisë pas largimit nga posti, u përball me disa akuza për korrupsion dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Në vitin 2018 ai u dënua me 2 vjet burg për blerje në një automjeti luksos të blinduar në vlerë prej rreth 600.000 eurosh, duke e keqpërdorur detyrën zyrtare. Në vend që të vuante dënimin, Gruevski u aratis në Hungari në nëntor të vitit 2018, ku kërkoi dhe mori azil politik. Gruevski u dënua në mungesë edhe për disa raste tjera, por vazhdon të jetojë në Hungari, duke i shpëtuar drejtësisë. Drejtësisë i kanë ikur ish zyrtarët e drejtorisë së 5 në MPB, Goran Gruevski si dhe Nikola Boshkovski. Ata janë të akuzuarit kryesor në procesin gjyqësor Fortesa Target të prokurorisë, që lidhet me përgjimet masive të paligjshme gjatë qeverisjes së VMRO-DPMN. Ata kanë ikur në Greqi, ndërsa siç duket Ministria e Drejtësisë nuk ka mekanizëm për t'i kthyer nga Greqia. Të njëjtën rrugë ndoqën edhe ish zëvendës kryeministri Artan Grubi dhe ish drejtori i Lotarisë Shtetërore Përparim Bajrami. Ata akuzohen për përfshirje në aferën e Lotarisë Shtetërore, ku dyshohet se kanë përvetësuar rreth 8.2 milion euro. Grubi gjithashtu u shpall non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të akuzave për korrupsion. Edhe Vasko Kovačevski, ish drejtori i elektranave të Maqedonisë së Veriut, është aktualisht në arati. Ai akuzohet për keqpërdorime financiare gjatë periudhës së tij në detyrë, përfshirë abuzime në prokurimin e derivateve dhe pastrim parash. Kovačevski është gjithashtu i përfshirë në hetimin aditiv, ku dyshohet për shkelje të ligjit në menaxhimin e fondeve publike. Ai aktualisht ndodhet në arati dhe autoritetet po punojnë për të lokalizuar dhe arrestuar atë. Shtrohet pyetja se si është e mundur që njerëz me akuza të rënda të largohen nga vendi pa pengesa, kush i ndihmoi dhe a ka vullnet të vërtet politik për të luftuar korrupsionin. Për këto përgjigje do të presim, ndërsa sot 31 mars në ditën e drejtësisë në Maqedoni, ministri i drejtësisë Igor Filkov tha se pa një gjyqësor të pavarur, drejtësia bëhet e paritshme dhe besimi i qytetarëve tronditet. Sipas tij, gjyqësori duhet të ketë kapacitet për të ndërtuar një sistem efikas, i cili siguron drejtësi për të gjithë.